Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Sasha, gazetare dhe moderatore në Club FM. Sot kemi një pyetësor që unë kam shumë për zemër, pavarësisht se do ta kem shumë të vështirë të zgjedh mbi autorët e preferuar. Franz Kafka apo Albert Camus? Shumë e vështirë, po do shkoj me Kafkën. Kafka apo Dostojevski? Akoma më e vështirë, po gjithmonë me rusët. Dostojevski. Dostojevski apo Dante Alighieri? Dostojevski. Dostojevski apo Tolstoj? Dostojevski. Dostojevski apo Ernest Hemingway? Jam shumë e frymëzuar nga Hemingway dhe muza e tij, po do shkoj me Dostojevskin. Dostojevski apo William Shakespeare? Me Dostojevskin, vjen keq. Dostojevski apo Miguel de Cervantes? Më ka bërë fëmijëri në Don Quixote dhe më ka ndikuar shumë në mënyrën e jetesës, do shkoj me Cervantes. Cervantes apo Stendhal? Cervantes. Cervantes apo Aleksandr Pushkin? Rusët janë preferuarit e mi me Pushkinin. Pushkini apo Umberto Eco? Pushkin. Pushkin apo Ismail Kadare? Ismail Kadare gjithmonë. Faleminderit Sasha. Faleminderit juve.